erdhën di gra të Davud alayhi salatu wassalam. Di gra erdhën të Hazreti Davudi me një fëmijë. Tu di gratë thonin, kia është fëmija jem, a i njëna thëj ke jashtë culla jem, qetra thëj ke jo jemi ashtë. Shka me bo Davudi alayhi salatu wassalam? Se cila i be argumentet e veta që është fëmija i vetë. Ndalët Davud alayhi salatu wassalam. I thot gjali i vetë, Sulejman alayhi salatu wassalam. I thot, a mujtë të jap mendim? Tha po, jep e mendimin. Tha atëherë kështu, e urdhnoj njënin prej shorbetorëve ushtarëve. Tha ma bjeni një sharë. Edhe mas i japun sharën, po habitët baba i vetë, pse pe kërkon sharën. Tha ma bini një sharë. Kur e prun sharën, tha ushtarëve, prene tha këtë fëmija. Dane për gjims, pasë sa pun me gjeti kujta. Nuk ka dëshmitar, as kjo. Tha prene, tha në gjimsën në ta mare kjo, të dijet le dalin të gëzushme prej këtij vendi. Mos t'i dhot as njana. Këto shka boni piskati njana prej grave, prej atinve dijeve njana si dull piskama, tha jo, tha, mos e pretha i kot halal le ta mare. Davudi, Sulejman alayhi salatu wassalam i tha babës vet, tha o bab, ki fëmija është i qëshësaja tërë. Se kjo u borazime e pre, vetëm mos ta marrë kjo, a nana që është saglon, ajo s'pranon gjali vet me u dëmtu. Na është ma mirë le ta marrë, se sa me e pre. Ma mirë unë s'pe marrë, ama e di që është gjallë dhe merë frim dikun. E di që dikun zemra e ati rrenë. Baba dhe nana për evladin. Zemra e ati bile më mjafton që e di që rrenë dhe punon dikun. E di që Allah merë frim. E di bile Allah që është gjallë. Tha jepja një kësaj.